Përshëndetje, uroj që të jesh mirë. Tani frymëzuar nga një koment që kam marrë në Instagram, kam reflektuar me veten sepse unë me të gjitha komentet që marr, sidomos kritikat, se nuk mund të quaj komente negative apo pozitive, komentet që janë në formë kritika shumë gjithmonë i përdor për të përmirësuar veten ose minimumi për të reflektuar me veten. Sepse kështu do rritemi dhe do përmirësohemi. Në momenti që ne mendojmë se jemi perfekt, aty ndalon zhvillimi ynë. Momenti që ne mendojmë se dim gjithçka, aty ngecemi dhe bllokohemi. Prandaj është mirë që të qëndrojmë me një mendje të hapur dhe unë këtë bëj vazhdimisht. Çfarë ndodh? Për një temë të caktuar që unë kam pasqyruar atë qëndrimin tim apo ato mendimet e mia momentale, sikurse bëj prej shumë vitesh në Instagram por dhe këtu në YouTube, ku ti po shikon këtë video, një person komentoi që nuk duhet njerëzit të besojnë ty, pra të më besojnë mua, sepse ti e ke treguar që ke vuajtur shumë dhe dukesh ende sikur vuan dhe sfidohesh nga jeta, dhe nuk mund të ndihmosh njerëzit ti që ke vuajtur në jetë dhe po sfidohesh nga jeta. Qëndrojmë pak te kjo temë. Kur unë kam postuar videon e parë në rrjetet sociale dhe nuk është thjesht postimi një video, por ata që e kanë bërë këtë gjë, të paktën unë do flas për veten, kërkon shumë guxim. Kërkon shumë biseda të brendshme me veten dhe shumë punë me veten dhe shumë reflektim të brendshëm që ti të marrësh guximin dhe të thuash ok, unë do dal hapur aty jashtë, sepse në momentin e parë që unë postoj fytyrën time, brendësinë time, qëndrimin tim, bindjet e mia, zemrën time, dëshirat e mia, planet e mia aty jashtë, nuk kam më kthim mbrapa, sikurse nuk kam më prej 5 vitesh, nuk kam atë qetësinë që mund të ketë dikush që s'e ka bërë këtë gjë. Dhe janë shumë si mund t'i quajmë pasoja negative të kësaj gjës që unë bëj, është ana e errët e kësaj, që unë nuk kam një jetë të qetë siç dua ta kem, ama është dhe ana pozitive që kam një jetë shumë të bekuar, sikurse nuk mendoja që do e kisha. Pra, unë jam ekspozuar aty me vërtetësinë time, duke i privuar vetes lirinë dhe shumë gjëra të tjera, por në të njëjtën kohë duke i dhënë vetes mundësinë për rritje personale, rritje financiare dhe mbi të gjitha evolim shpirtëror. Kjo është shumë e rëndësishme, evolimi shpirtëror. Dhe her pas here do më duhet ta ndaloj videon sepse e kam vetëm vajzën në shtëpi, e më duhet të shikoj mos bën ndonjë prapësi të vogël, kështu që për momentin e shikoj që po bën ndonjë prapësi e ndalova. Tani jemi okay, mund të vazhdojmë. Ideja është këtu. Ne nuk zgjedhim që të vuajmë. Pra, nëse ne do kishim mundësi të zgjedhim një jetë me sfida, pra kur flasim ne në trupin njerëzor me këtë vetdije që kemi tani. Nëse dikush do na thoshte, ai dikush do ishte një njeri apo Zoti apo krijuesi apo vetja jon më e lartë apo shpirti, nëse do na pyeste zgjidhe jetën tënde sido që të jetë me lumturi, me të qeshura, jetë pak më e lehtë që të rrjedhë natyrshëm, apo një jetë e sfiduar me trauma, me vuajtje, me frikë, me pasiguri, me mungesë, me varfëri, sigurisht që ne zgjidhim të parën. Por në një nivel më të lartë të vetdijes son, në një dimension më të lartë nga ky që ne po përjetojmë tani, thuhet, dhe me aq sa un kam përjetuar meditimet e mia dhe projeksionet astrale, e kam parë që ne i zgjedhim disa aspekte të kësaj jete. Dhe çfarë do të thotë? E kemi zgjedhur që shumë gjëra ne t'i kalojmë, por në trupin njerëzor ne harrojmë këtë gjë, e harrojmë këtë pjesë që ne zgjedhim. Dhe ne përjetojmë shumë sfidën dhe traumën. Patjetër, unë e kam shprehur që në fillimet e mia, që kam fol hapur për atë kush unë jam, sepse e kam shëruar veten në atë nivel që nuk kam turp nga gjërat që kam përjetuar, ankthi, depresioni, paniku, varfëria, mungesa e vetbesimit, gjykimi që i kam bërë vetes, kritikat e brendshme që kam ndaj vetes time gjithmonë, ose ndjesia e inferioritetit, kompleksi i inferioritetit. Të gjitha këto unë i kam shfaqur shumë hapur aty jashtë, sepse e di shumë mirë që të gjitha këto gjëra, ose të paktën 50% të tyre i ka çdo njeri, dhe nuk më bën mua kjo gjë më pak se ai person dhe nuk e bën atë më mirë se unë. Pra, ai që i mban të fshehura këto gjëra nuk është më i mirë se unë që i flas hapur, madje unë kam lirinë e shpirtit dhe qetësinë në mbrëmje. Unë ekspozoj veten time ashtu si jam sepse kjo gjë kërkon guxim dhe kjo gjë më lejon një nivel më të thellë të shërimit. Dhe e kam bërë hapur duke nisur me depresionin postpartum, mbas lindjes, ankthi, ataku panikut, problemet bashkëshortore, problemet në rolin tim si nën, problemet në veten time, sikurse e përmenda më parë. Kështu që kur un kam fol hapur, kam marr parasysh faktin që do jem vazhdimisht e vërtet. Pra gjithçka që un kam kaluar, edhe un kam përjetuar, nuk është se
ka ndaluar në një moment të caktuar, pra ka qenë faza e fëmijërisë që e kam shëruar aq sa kam mundur, kanë qenë sfidat në rolin tim si mentore edhe trajnere dhe i kam superuar aq sa kam mundur, por sfidat kanë vazhduar me diagnostikimin me autizëm të vajzës time, edhe që është sfida më e madhe sepse është diçka e vazhdueshme kronike, nuk është se ndodh një moment, mbaroj brenda një viti, është gjithë jetën kjo sfidë që më shoqëron. Dhe unë nuk jam mundur që të vë make-up, të vë filtra, edhe të them 5, 4, 3, 2, 1, shtiru jona, shtiru të marrësh sa më shumë klient, sa më shumë njerëz të besojnë, sa më shumë lek. Nuk kam dash ta bëj atë gjë, sepse mjaft kam jetuar një jetë të përhumbur, mjaft e humba veten për 30 vite. Tani un po mundohem ta rigjej gjithmonë e më shumë veten, po mundohem ta rigjej dhe t'i afrohem çdo ditë dhe më shumë vetes time të vërtet. Dhe për këtë arsye kam dal hapur. Shumë njerëz këtë e kanë parë si dobësi. Dhe unë i kuptoj pse. Edhe unë vet kam gjykuar më parë. Më janë dukur njerëzit perfekt për të mentoruar, perfekt për të bërë psikolog, perfekt për të bërë udhëheqës drejt dritës, le ta quajmë, dhe vetdijes së lartë. Më janë dukur njerëzit perfekt, ata që kanë status, që kanë sukses, që kanë famë, njerëzit të cilët dukeshin perfekt. Këtë kam menduar më parë, por ja që ky është një projekcion negativ në subkonsciencën time dhe këtë e projektoja aty jashtë. Dhe nëse unë nuk isha perfekte, si ata njerëzit aty, e gjykoja dhe veten time. Ja që nuk është e vërtet. Njerëzit që të jenë perfekt, në radhë të parë nuk duhet të jenë njerëz, duhet të jenë thjesht qenie shpirtërore. Në momentin që ne vim në një trup njerëzor, nuk kemi se si të jemi perfekt. Kemi ato imperfeksionet tona, kemi bindjet tona që nuk i shërbejnë atij rolit perfekt dhe na largojnë nga imazhi perfekt. Çfarë ndodh? Momenti që ne jemi në një trup fizik dhe përjetojmë traumat tona, përjetojmë pasiguritë tona, përjetojmë sfidat e jetës dhe përpiqemi që të shtiremi sikur nuk i kemi këto dhe të shfaqemi një imazh perfekt aty jashtë, ne largohemi nga vetja jone vërtet. Mund të kemi më shumë lek, mund të kemi më shumë famë, mund të kemi më shumë duar trokitje, por nuk do kemi më shumë paqe dhe nuk do kemi më shumë evolim shpirtëror. Në mënyrë që tani më duhet ta ndërpresë, shkoj që po bën një prapsi vajza. U riktheva, pra po thoja, në momentin që ti je i vërtet edhe kur je mirë, je i vërtet edhe kur je i lumtur, je i vërtet edhe kur nuk je mirë, je i vërtet edhe kur je duke vuajtur, duke u sfiduar nga jeta, sidomos sfidat që kanë të bëjnë me dhimbjen e zemrës dhe dhimbjen e shpirtit, në ato momente ku ti guxon të dalësh edhe duke qarë, edhe duke qeshur, edhe duke kërcyer, po edhe duke qenë ngrysur në fytyrë, janë ato momente të cilat të bëjnë unik dhe vetja jote e vërtet. Sa më shumë të jemi vetvetja, aq më shumë evolojmë shpirtërisht. Sa më shumë të jemi vetvetja, aq më shumë inspirojmë njerëz që të guxojnë të jenë vetja e tyre e vërtet. Unë kam vuajtur shumë. Vuajtje edhe sfida. Po flas me termat vuajtje dhe sfidas, i referoj mesazhet që më la ideali, komentet që më la ideali. Në fillim doja ta bëja blog sepse pash që nuk ishte në fushën time të energjisë. Po për momentin ndalova, thash nëse jona e bën blog çdo njeri që nuk është në fushën tënde të energjisë, si do evolosh ti? Mos i bëj blog dhe kthej një përgjigje. Ktheva përgjigjen pak me ego, pak me reflektim, bëra atë që ndjeva e ktheva punë e madhe. Herën tjetër nuk doja kthej të njëjtë përgjigje. Herën tjetër do jetë më pak emocionale, por ja kështu do rritemi dhe do evolojmë ne. I referojmë termit vuajtje dhe sfidë. Kam vuajtur dhe jam sfiduar shumë. Ama kjo gjë më ka dhënë aftësinë që mentorët më të mirë nuk e kanë, psikologët më të mirë nuk e kanë, ata që janë diplomuar në Harvard nuk e kanë, janë persona të cilët janë profesionistë në fushën e tyre. Dhe do e shpjegoj deri në fund këtë çfarë do të them, por ju mungon diçka. Edhe profesionistëve më të spikatur në fushën e psikologjisë, të mentorimit, të zhvillimit personal, të neuroshkencës, nëse nuk e kanë kaluar në trupin e tyre këtë lloj dhimbje dhe vuajtje, nuk din se si të jenë empatik. Të kesh simpati për dikë, çfarë do të thotë? Pra, ta shikosh dikë aty në rrugë që vuan, është minimumi i njerëzillëkut, i humanitetit, që të thuash më dhimbset se vuan ai, sa gjuna e ka fëmin me autizëm, sa gjuna ka kaluar ankth, sa gjuna po kalon depresion, sa gjuna ka kaluar trauma dhunë në familje. Është tjetër gjë ta shikosh aty dhe tjetër gjë të jesh empatik. Ta shikosh, të mbyllësh syt dhe ta ndihesh dhimbjen e tij. Sepse ti i thua, okay, atë që ai kalon, unë e di si ndihet në trup, në shpirt, në zemër, e di çfarë mendime të vinë ato momente. Empatin nuk mund ta ketë çdo kush, e ka vetëm ai që ka kaluar eksaktësisht të njëjtën gjë, të njëjtën sfidë me sfidën që ke kaluar ti. Dhe kjo gjë mua më ka lejuar. Është privilegj që më ka dhënë Zoti dhe jam mirënjohëse. Gjitha sfidat e vuajtjet më ka dhënë Zoti dhe jam mirënjohëse.
që të kem këtë rolin udhëheqës si vetja ime vërtet. Pra shumicën prej gjërave që i kam kaluar dhe i kam përjetuar vet, kam pasur mundësi të shëroj me shumë pak punë, me shumë dashuri, me shumë mirëkuptim, po me shumë pak teknika, i kam shëruar dhe të njerëzit e tjerë, sepse çfarë kam vëre që kemi nevojë më shumë në njerëzit është kjo. Ne kemi nevojë të ndihemi të dëgjuar dhe të kuptuar, edhe pa folur, me një shikim. Ne kemi nevojë të ndihemi të dëgjuar edhe të kuptuar nga dikush që vërtet e ka kaluar atë gjë. Është një lloj se të bisedon një person që është nën për sfidat që kalon me fëmijën me një që nuk ka fëmijë. Sado që ai personi të jetë profesionist i thotë di si ndihesh, të kuptoj se i kam lexuar në libra të gjitha këto sfidat e mëmësisë, nuk ka si ta kuptoj, ose të paktën nuk ja qetëson dot shpirtin kësaj nëne. Kësaj nëne shpirtin ja qetëson biseda që bën me një nën tjetër, sepse të dyja kanë kaluar të njëjtat sfida. E njëjta gjë ndodh edhe në zhvillimin personal. Që të bëhesh mentor duhet të plotësosh disa kritere. Nuk mundet çdo njeri që ka dëshirën, sepse ka shëruar veten dhe ka dëshirën hajde të dalë aty jashtë të mentoroj njerëz, nuk mund ta bëjë çdo njeri këtë gjë, sepse i keq informon njerëzit edhe i fut në rrugën e gabuar, në vend që të bëjë mirë bën keq. Sigurisht që duhet të kesh të paktën disa certifikime, diplomime do ishte ideale në fushën e neuroshkencës ose të mjekësisë, ose në fushat shkencore, në profilet shkencore. Pra ky është një kusht dhe nuk është rastësi që vërtet ka ndodhur ky kombinim i suksesit te unë, pavarësisht se vitet e fundit dhe muajt e fundit jam e vetëdijshme që edhe vetë i kam harruar formimin tim profesional, sepse kam qenë më e fokusuar te vajza ime, është roli i prindit është numër 1 kur jemi në këtë jetë dhe për këtë arsye edhe unë i kam harruar. Por kur ja rikujtoj vetes që nuk është pak të kesh 2 diploma, po niset një anije. Nuk është pak të kesh 2 diploma në fakultetin e mjekësisë, ti je me master në fakultetin e mjekësisë. Nuk është pak të kesh disa certifikime në fushën e neuroshkencës. Nuk është pak që të kesh diploma si trajner e fitnessit që ti e di shumë mirë si funksionon pjesa e anatomisë, po dhe aspekti neurologjik. Nuk është pak që ti je hipnoterapiste, absolutisht ti e di shumë mirë si ta çosh trurin në valët më të thella, ku mendja do përjetoj ato imazhe dhe do marrë ato sugjerime pozitive që ka mundësi të lëshoj çdo gjë ngarkesë që është e tepërt dhe të pranoj çdo ngarkesë pozitive që ndikon shumë mirë te neuroshkenca e ndryshimit të zakoneve, të bindjeve, të modeleve. Duhet i kesh disa certifikime, ç'është e vërteta. Nuk mjafton vetëm të kesh dëshirën. Por mbi të gjitha duhet të kesh pasionin të duash njerëzit dhe kjo gjë të vi natyrshëm, jo të shtiresh, të thuash gjyna njerëzit, do sforcoj veten, duhet i duash njerëzit. E di si duhet i duash, si për shembull, të shikosh një njeri me një çantë që me zor e mban dhe mos ta analizosh në mendjen tënde, po për një sekond ti je ai person të thuash, "Ke nevojë për ndihmë?" Këtë e kam për gjithë jetën, pa e menduar. Të shikosh dikë që vërtet është duke qarë edhe pse nuk e njeh, edhe të shkosh nga afër ti thuash, "Ke nevojë për një përqafim?" Edhe këtë e kam bër. Edhe pse ai person mund të më gjuante edhe me grusht, e kam bër, kshu e ndjeja. Të shikosh dikë që vërtet rrezikon jetën dhe të shkosh, të hidhesh, ta ndihmosh. Kam qenë e përfshirë në 2-3 vende të tilla që kanë qenë aksidente dhe kam shkuar, nuk kam pyetur, nuk kam menduar edhe pse isha me fëmijë të vogël. Të duash njerëzit duhet të buroj nga zemra dhe jo nga mendja. Njerëzit nuk duhen me mendje, por duhen me zemër. O e ke ose ke këtë gjë. O e ke në ADN-n tënde ose ke. Duhet i duash njerëzit. Nuk po them që unë jam më e mirë se mentorët e tjerë, absolutisht nuk ka arsye për të krahasuar. Secili ka dritën e tij, secili ka misionin e tij, secili ka rrugtimin e tij, secili ka metodologjinë e tij që ndjek. Absolutisht secili ka rolin e tij në këtë jetë. Fundi jemi kaq shumë shqiptar dhe kemi kaq shumë trauma, kemi nevojë për mentor, por mentor të vërtet, të jenë të certifikuar, të duan njerëzit me shpirt, të kenë dritën e tyre ndezur. Ky është një kusht tjetër që duhet ta kesh dritën tënde ndezur, do apo s'do ti. Duhet ti jesh sfiduar nga jeta, ti jesh goditur vazhdimisht dhe sërish ta mos ta humbasësh besimin te Zoti, ta duash Zotin dhe ti duash njerëzit, ta mos të fajsosh të tjerët, por ta përpunosh helmin dhe ta kthesh në dritën e dashurisë aty jashtë. Duhet plotësuar dhe ky lloj kushti. Jam duke kontrolluar vajzën her pas here, deri tani jemi mirë, kështu që vazhdojmë. Çfarë tjetër doja të përmendja unë përveç këtyre 3 që përmenda? Gjën më të rëndësishme. Duhet të jesh sfiduar vetë nga jeta. Duhet të jesh sfiduar vetë nga jeta, sepse unë prandaj e kam vojtur shumë vetmin në jetën time, se gjërat që unë kam kaluar s'mi kanë kuptuar shumë persona. Nuk mi kanë kuptuar, edhe pse jam përpjekur t'ja shpjegoj, edhe pse jam përpjekur të flas me ndjenja, të flas pa ego, jam munduar që shiko se e kam lënë egon time minjani, kam thënë vetes tërhiqu pak, mundohu të jesh sa më e butë, fol me ndjenja, fol me dashuri, po prapë s'jam kuptuar. Sepse ka munguar empatia, kur dikush nuk e kalon, nuk ka si të kuptoj. Kur unë them që
e di, po është një atak paniku, tani nuk e kontrolloj dot dhe kur personi që ke përballë të thotë, "E më mos bëj kështu tani se ti ke të gjitha", të dhemb në shpirt, se ti nuk do të bësh kështu, po është sistemi yt nervor që po shpërthen nga traumat që ka kaluar. Kur dikush thot, po ti pse reagon në këtë lloj mënyre emocionale? Merri gjërat pak me sportivitet, ti kujton gjithë herët e tua në fëmijëri kur të është dashur të mbijetosh nga të gjitha traumat, edhe sigurisht që sistemi yt nervor nuk e di çfarë është sportiviteti. Janë të gjitha këto që mblidhen dhe mblidhen dhe mblidhen, edhe në fund të fundit ti vendos të kthesh në dritë dhe në dashuri dhe të ndash me njerëzit e tjerë. Kjo e siguron suksesin, dhe kur ndërthuret me ato 3 të parat, kjo e siguron suksesin. Dhe suksesi më i madh për çdo mentor, mendoj unë që duhet të jetë, për mua është, po mendoj që duhet të jetë për të gjithë, njësia madhëse e suksesit është jetët e ndryshuara. Edhe sa shpejt arrin ta ndryshosh një njeri, dhe sa shpejt arrin ta bësh një njeri të ndihet mirë. Plus që mentorimi është mision, nuk është biznes, nuk është thjesht dëshira, është mision. Dikush që nuk e ka mision dhe nuk e bën thjesht sepse ka dalë moda, apo thjesht sepse ka lek, ma beso që nuk do zgjasi shumë dhe do heqi dorë. E di që është një mundësi shumë e mirë biznesi për ata që mund ta shikojnë si biznes, po ma beso, është përgjegjësi shumë e madhe mbi shpatulla. Nëse do e shikosh thjesht si biznes, më mirë merru me një biznes tjetër, po mos u merr me jetët e njerëzve. Këtë parim kam ndaj vetes time. Deri tani faleminderit Zotit, e bëj me gjithë shpirt dhe dua të shikoj njerëz të lumtur. Por ai komenti aty djali më bëri të reflektoja me veten. Patjetër, edhe ne që kemi vuajtur në jetë mund të ndryshojmë jetë njerëzish, edhe ne që jemi sfiduar dhe po sfidohemi nga jeta mund të ndryshojmë jetë njerëzish. Unë do bëja çdo gjë në jetë, çdo gjë, ama të shtirem për dikë tjetër kur më nuk dua ta bëj. E kam bërë për shumë gjatë. I kam ndrydh emocionet e mia, i kam ndrydh ndjenjat e mia, i kam tjetërsuar mendimet, kam nxjerr tjetër gjë aty jashtë që të përshtatesha me njerëzit, të më pranonin, mos të ndihesha e pranuar, por mjaft më. Unë krijova një platformë në rrjetet e mia sociale, një komunitet, një familje, kur her pas here, 1 në 3 video është video që unë jam e vërtet me mendimet e mia, ndjesitë e momentit, pra 1 në 3 video janë ndjesi momenti, që të sigurojmë që shiko se kjo jam unë, këto janë ndjenjat e mia, kjo kam për të qenë unë, që njerëzit e duhur të qëndronin aty dhe njerëzit që kërkonin dikë perfekt të largoheshin, sepse unë s'kam qenë ndonjëherë perfekte, nuk jam dhe kurrë nuk do jem perfekte, po unë jam e vërtet. Kjo jam, unë dua thjesht të jem e vërtet për ndjenjat e mia, për gjërat që përjetoj. Prandaj doja ta bëja këtë video sepse ka shumë njerëz aty jashtë që janë shumë dritë e fuqishme dhe kanë dëshirë të bëjnë diçka në jetën e tyre, qoftë mentorim, qoftë të hapin një biznes, qoftë të shkruajnë një libër, ose edhe thjesht të jetojnë për ditëshmërinë e tyre me një kafe në dorë, pa e vrarë mendjen çfarë mendojnë të tjerët. Dua t'ju rikujtoj dhe t'ju inspiroj që për të tjerët ne asnjëherë nuk do jemi mjaftueshëm, ose asnjëherë nuk do jemi ashtu siç duhet të jemi. Ama është shumë e rëndësishme që një njeri në këtë jetë mos ta zhgënjejmë dhe është vetja jonë, është thirrja e brendshme. Është shumë e rëndësishme të jemi vetvetja, të vërtet ndaj vetes, ndaj Zotit, ndaj jetës, po edhe ndaj të tjerëve. Sepse se si do reagojnë të tjerët ndaj nesh, apo sa do zhgënjehen të tjerët ndaj nesh, nuk është problemi im apo i yti, është problemi tyre. Është problemi tyre, kështu që këtë doja të ndaja për momentin. Sa do të kesh vojtur në jetë, sa do të jesh sfiduar nga jeta, edhe sikur të jesh pa shkollë fare, të vish nga fshati më i thellë, të kesh qenë gjithë jetën me të ardhura minimale ose në varfëri, kjo nuk e justifikon fakti që ti ke një dritë aq të fortë dhe ke aq shumë fuqi në veten tënde dhe ke aq shumë potencial të madh sa mund të jesh njeriu më i suksesshëm, më i lumtur, më i pasur që mund të ekzistojë. Dhe mbaj mend që pasuria më e madhe është shpirtërore. Nëse nesër do zhdukeshin të gjitha bankat, parat, lekët, shifrat, çdo gjë, mua mjafton fakti që ndihem e përmbushur shpirtërisht. Do thuash ti do jetosh me ajër, pa merak se ti kultivoj vetë ushqimet e mia. Kjo është e gjitha. Të dish si të mbijetosh, edhe po të jetë e nevojshme. Të dish se si të kënaqesh me pak, edhe të jesh mirënjohëse për atë pak që ke. Të dish se si të tregosh shembullin ideal fëmijës tënd se çfarë ka rëndësi në jetë, por kur e ndjen me zemër që ke mundësi dhe potencial dhe ekziston mundësia që ti të rritesh më shumë, patjetër që do rritemi, për këtë jemi këtu. Nuk kemi pse të zvarritemi, por jo të shesim shpirtin për 2 lekë. Sidomos kur punoj me njerëzit, me plagët emocionale, me problemet e shëndetit mendor, e shumë problemet e tjera me fëmijët. Është shumë e rëndësishme të jemi njerëz, edhe shumë e rëndësishme që t'i kujtojmë vetes që po ne mundemi ta bëjmë. Ti mund të vish nga një vend shumë i errët në të shkuarën tënde dhe në fëmijërinë tënde, por ja që mund ta kthejmë veten gjithmonë dhe gjithmonë në një dritë. Dhe pavarësisht gjykimeve dhe kritikave që do marrim,
një gjë ka rëndësi për mua. Ta di kush jam, dhe të jem vetvetja me guximin më të madh, të dalë vërtet ashtu siç jam. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse e ke ndjek deri në fund këtë video, unë ty të dërgoj shumë dashuri, edhe faleminderit që je këtu, duke më dëgjuar, se fundi jam për pikafen time këtu në balkon, duke paranijet që vinë dhe ikin, dhe po ndaj ndjenjat e mia me ty dhe të si e detyruar ta bësh, dhe jam shumë mirënjohse që je këtu, vendose të qëndrosh dhe të më dëgjosh. Një ndër gjërat që më gëzo dhe më lumturo më shumë këtu në YouTube, dhe unë i shikoj që të gjitha. Çdo zemër që më dërgoni, çdo koment, çdo mesazh, përpiqem në maksimum t'ju kthej përgjigje të gjithëve, aq sa kam mundësinë e kohës, dhe jam shumë mirënjohse për gjithçka që ju më dërgoni te komentet. Kështu që do e vlerësoja shumë nëse gjeni kohën, një zemër, një përqafim te komentet. Dhe mbi të gjitha, do ju ftoj që të bëni subscribe. Thjesht shtype butonin subscribe që të shikosh të gjitha videot që unë do postoj vazhdimisht. Është falas, nuk të kushton asnjë gjë, thjesht të siguron që çdo video që unë postoj të dali aty te njoftimet edhe mos të iki pa e parë. Kaq për momentin. Do shihemi në vazhdim, edhe dërgoja këtë video dikujt që e kanë kritikuar apo e ka bllokuar veten për shumë gjatë vetëm nga kritikat e njerëzve të tjerë, ose mbi të gjitha dërgoja këtë video atyre që janë sfiduar nga jeta. Shihemi në vazhdim.